Iniciativa Asnjë cent më shumë ka njoftuar së të shtunën me 19 prill nga ora 12 në sheshin Skënderbej në Prishtinë do të protestohet sërish kundër vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e energjisë elektrike. Ashtu siç e kemi paralajmëruar, nesër do të jetë protesta e radhës, e cila do të fillojë nga ora 12. Zoni qytetarëve është mirë që mos më ndalë në asnjë moment. Nesër të njëjtën kohë ka qelluar që do të jetë edhe seanca, domethënë konstituive, e cila po dështon tash disa herë. Natyrisht prej këtij sheshi do t'i bëjmë thirrje gjithë deputetëve të Republikës Kosovës që ta shtyjmë përpara këtë proces në momentin e parë që të konstituohet kuvendi, thirret më njëherë në Komisionin për Energji, thirret më njëherë për raportim zyra rregullatorit për energji dhe sa më parë ky vendim të pezullohet. Ndërkohë edhe disa nga qytetarët e Gjakovës deklaronë se vazhdimisht duhet të protestohet për këtë çështje. Është drejt më shumë protesta me protestu, se çfarë kushte jemi në përgjithësi qytetarët, shumë rrugat të dobta, pensionet shumë dobta, kjo është një katastrofë e madhe. Rryma, standardi jetësor, do thotë gjitha çmimet kur i krahasoj këtu, ma lirë është jeta në Vjenë se sa në Kosovë. E për rrymë unë jam i dakordit, do thotë, vetëm me protesta, se protestat duhet edhe paqësore, ama protestat duhet me vidisu po dhe me dalë rrugë, ata që s'mundet me përballu. Njëra nga kërkesat e organizatorëve në protestën e paralajmëruar për nesër është edhe shkarkimi i bordit të ZRE-s.